Të ndëruar shikues, rikthehemi në pjesën e dytë të ndeshjes së parë të këtij edicioni të Prokredit Superligës. Pas 20 minutave të para, Golden Eagle Ylli 32, Sigal Prishtina 37. Një ndeshje që nisi e paraspeshuar për të vazhduar pas në iniciativën e skuadrës së Sigal Prishtinës që u shkëputën deri në plus 14, por më pas erdhi përgjigja e vendasve të cilët gradualisht e filluan rikthimin në rezultate, shkrihen edhe deri në 3 avantazhin e mysafirëve, ndërsa pjesa e parë përfundoi me atë depërtimin e DeAndre Burns për rezultatin 32-37 pas 20 minutave të para. Më i dalluari tek Sigal Prishtina ishte Bailey që u ngrit nga banka rezervë e i realizoi 10 pikë. Në anën tjetër tek Ylli, Reese ishte më i miri me 6 pikë. Vjen me njëherë një treshe e Allen, pikë të para të tij sonte për 35-37. Autry Burns për të përgjigjur me treshe, realizon me njëherë DeAndre Burns. 35-20. Allen tek Shoshi, Strati. Erion Kastrati deri në fund nuk arrit të realizon. Kramer më i larti në kërcim. Autry Autry tek Ariana Azemi. Azemi deri në fund shkon, nuk arrit të realizon. Kramer më i larti në kërcim. Burns bukur tek Autry, i cili shkon deri në fund, nuk arriti aty Liz Shoshi të bllokon. 35-42. Në anën tjetër pam Lovre Bashi që shkoi deri në fund. Qëlloja as Shoshi nuk arriti që të e përmirëson. Topi do të vazhdo të takon skuadrës Golden Eagle Yllit. Bashic rikthon topin tek Liz Shoshi. Bashic, Zemorina, Allen. 3 sekonda, Allen dëgjuan në sekondën e fundit të aksionit jo për të qëlluar topin në duart e Autry. Autry ndalet në gjysmë distancë, qëllon 35-24. Edhe njëherë Sigal Prishtina e merr iniciativën dhe kontrollin e ndeshjes për të shkëputur në rezultat. Vetëm ajo trisha e Allen në këto minuta. Vetëm tek skuadra e Golden Eagle Yllit, tjetër topi humbur. Autry bukur e shmang Lovre Bashicin për të realizuar. Kthehet e përsia prej 11 pikëve. Topi 8 i humbur i skuadrës së Golden Eagle Yllit. Bashic Allen tek Zemorina. Pa faul nga Ariana Azemi, ishte mismatch aty. Personali Ariana Azemit ndaj Liz Shoshit. Allen kur tek Shoshi, gjithsesi edhe një tjetër top i humbur. Asgjë nuk po ecën tek skuadra e Golden Eagle Yllit. Shumë shpesh ju ndodhi sonte që ti humbin topat në këtë mënyrë. dy radhazi në këto momente
trepi nga Liz Shoshi, teksa e shohim personal në Gzim Morinës në kundërsol nuk lejoj pikë të lehta të kryeqytetasve. Është më 3 minuta. Thuaj kanë kaluar nga fillimi i pjesës së 2, do të zëvendësohet Gzim Morina, ullet pra Rees në vend të tij në lojë, teksa kërkojnë që t'jenë më të koncentruar në mbrojtje. Njeri Fotistakianës, Muhamed Ali Anjeva gjuan për 3, nuk është i sakt. Liz Shoshi më i lartë në kërcim. Allen. Rees tek Bashic, nuk shkon ai top. Janjeva e ndërpren atë pasim tentoi që ta vjedha top, por përfundon jashtë. Edhe më të topi do të vazhdojnë të takojnë skuadrës Golden Eagle Yllit. Allen. Tjetër personale e Ariana Zemit. 2 radhazi teksa kjo do t'jetë personalja e tretë e Ariana Zemit, tentoj që të lirohet nga ai blok. Bashic edhe njerë rikëtan topi në loj. Nuk shkon ai pasim tek Rees. Tjetër mbrojtje e mirë, Kramer ishte ai që nuk e lejoj atë pasim. Autry blokohet nga Liz Shoshi tani. Ise në kundërsul vendasit me Allen. Allen deri në fund shkon Allen në mesin e 3 lojtarëve të Sigal Prishtinës, arrin të realizon i vetmi që ka qëlluar në këtë qerek tek vendasit është Allen, teksa nga gjysmë distanca në anën tjetër realizon Autry, në fakt është Burns fani për 37 me 28. Bashic tek Rees, tentimi për terapi nga Allen i shkurtër kësaj radhe. Rees blokohet nga Kramer, por është aty Liz Shoshi që e përmirëson, realizon. Më i kujdesshëm është Kramer tani, pasi i ka 3 personale dhe duhet ketë kujdes në kosh, teksa e shohim faullin e tij në sulm, teksa u kujdes në mbrojtje. Kramer shkakton faull në sulm gjatë këtij bloku, e pam edhe një herë. 39-28 edhe në pjesën e dytë. Shohim një Prishtinë që e nisi më mirë, asistimi bukur aty për Erian Kastratin që realizon. Tani filloi Golden Eagle Ylli të përgjigjet 41-28. Azimi tek Burns. Autry. Burns. Juan Burns. Nuk e lejoj Liz Shoshi të realizon airball i tij. Tentoi të luajë 1-1 me Lizin DeAndre Burns, por nuk arriti të realizon. Është rikthyer tek Sigal Prishtina në lojë. Valmir Kakruki vend të Kramer. Shoshi do të tenton për treshe, nuk është i sakt gjithsesi. Shohim Rees që lufton për atë top. Gjithçka në rregull me Rees. Shohim edhe një herë momentin kur u përplas Rees, por për fat gjithçka në rregull, nuk pësoi ndonjë lëndim. Burns. Dhe vërtet Burns gjen Ariana Azemi që gjuan për 3 pikë, realizon Ariana Azemi.
për të rikthyer përsëri prej 10 pikëve. Reese deri në fund, Reese ndajet me personale nga Kakruki. Dytë lira du t'jenë për Reese, teksa e shojmë edhe njerë trishën e Ariana Zemit, që e riktheu e përsin prej 10 pikëve. Qëllon Reese në tentimin e parë. Në të dytën nuk është i sakt Reese, 7 pikë të ti. Me daluar i bashkë me Lovre Bashic, i cili ka dhe 6 asistime. Burns. Azemi. Ariana Azemi. Gana e kundërt nuk qëllon Kakruki. Dajet me personale. Liz Shoshi, teksa du të kemi zëvendësim përgatitur të kthehet në lojë. Zemorina vend të Liz Shoshit. Shohim edhe një herë momentin. Kjo është momenti personales Lizit ndaj Kakrukit. Janjeva rikthan topin të Ariana Azemi. Azemi dalet në gjysmë distancë, Ariana Azemi edhe një herë është i sakt. Pika e 9 e Ariana Azemit. Ka shtuar edhe 4 asistime, 2 kërcime, 2 topa të vjedhur. Performancë mjaft e mirë e tij, topi vjedhur tani. Se plotësisht i gabuar i Zemorinës. Outri tek Kakruki, i cili realizon time-out, kërkon Fotis Takjanës. Nuk ka zgjidhje tjetër, gjërat po ecin mirë edhe një herë tek skuadra e Sigal Prishtinës. E probleme në anën tjetër tek vendasit. 22:55, kur janë edhe 3 minuta e 16 sekonda deri në përfundim të qerekut të tretë. Sado që po tenton skuadra e Golden Eagle Yllit të rikthehet. Prishtina po përgjigjet me një herë, po e merr kontrollin e ndeshjes dhe po shkëputet në rezultat plus 13 edhe një herë. E përsia 2 shifrore në anën e bardhë dhe kaltërve. Rikthehemi pas time-outit. Po i shojmë edhe statistikat deri në këto momente të dyja ekipeve. Sa mund të themi që topat e humbur tek skuadra e Golden Eagle Yllit po i penalizojnë goxha shumë, pavarësisht që edhe Prishtina i ka 8-11 të Yllit. Bashic. Ton për 3 pikë realizon Lovre Bashic. Tari par tek skuadra e Golden Eagle Yllit me pikë 2 shifrore. E me keri 10 të ti, 25-55, a du kemi përgjigje me treshe. Me një herë realizon Bailey, pika e 13 të ti. Erion Kastrati, edhe aj gjuan për 3, nuk është i sakt. Outri me i larti në kërcim bashkë me Kakrukin. Të Outri. Azemi. Projtë e mirë e Zemorinës. Bailey. Don Polushka. Të Kakruki në sekundën e fundit të aksionit. Arin Don Polushka të asiston për Valmir Kakrukin, që realizon 25-60. Në anën tjetër, Ellen nga gjysmë distanca.
përsia prej 15 pikëve është edhe përsia më e thellë e kryeqytetasve sonte në lojë. Larry Thomas në vend të Lovre Bashic. Nuk pati shumë minutazh Thomas. 3 minuta e 24 sekunda luajti sonte, teksa vjen depërtimi në anën tjetër. Autry deri në fund vet realizon për 47 me 62, 1 minutë e gjysmë deri në përfundim të çerekut të tretë. Edhe njerë Prishtina ka kontrollin, ka faul. Ngridore me njëherë Autry. Të i që ta djedh atë, por ja goditi dorën kapitenit të skuadrës së Golden Eagle Yllit. Tashmë në bonus janë kryeqytetasit. 2 lira për Gzim Morinën, qëllon tentimin e tij të parë kapiteni, pika e 6 e tij. Ka kontribuar edhe me 2 kërcime, 1 asistim. Edhe njëherë i sak Gzim Morina. 7 pik nga Morina. Teksa do të zëvendësohet Arjan Qallaku në lojë në vend të tij. 49 me 62. Autry. Bailey, i cili shkon deri në fund, realizon bie mbrojtja e Golden Eagle Yllit. As Qallaku, as Larry Thomas nuk e penguan. Thomas blokohet nga Bailey. Fenomenal. E shohim edhe njerë momentin dhe blokatën e Bailey. Ka dhe pastër, topi përfundon jashtë. Mbrojtje perfekte. Thomas dy pishohet. Larry Thomas teksa ka faul. Personalja e Mirka Krukit. E shohim edhe njëherë momentin teksa në plan të parë trajneri Hajlis Kakiuzis, i cili me njëherë i tha ka Krukit të qetësohet. Pavarësisht që trajneri ishte duke kërkuar gabim në hapa të Larry Thomas, qëllan nga vija e quajtjes së lirë. 51 me 64. Autry. Rritje e mirë, por nuk arrin që ta vjedhë në top Therandasit. Autry. Kaloj me këmbë. 9 sekunda do t'jenë në dispozicion për skuadrën e Sigal Prishtinës. Se janë 34 sekunda deri në përfundim të çerekut të tretë. Kërkoj Kërkoj 14 sekunda krye trajneri i skuadrës së Sigal Prishtinës Kakiuzis, pasi pretendoi që ishte goditje me këmbë, por topi përfundoi nga trupi dhe jo këmba. Përfundoi jashtë. Edhe më tetë të vazhdon topi të takon skuadrës së Sigal Prishtinës, 5 sekunda. Autry gjuan me një për tren, nuk është i sakt. Allen. Te Allen. Tek Rees, betët i shkurtër Rees.
Ka faul nga Allen, këtën Polushka. Nuk e lejan. Kundër sulmin dhe pik të lejta Allen. Allen zëvendësohet shala në lojnëve të ti. Autry. Autry. Nga gjysmë distanca nuk është i sakt. Shala mera top dhe përfundojnë 30 minutat në ndeshjes, 51-64. Kontrolli ndeshjes në anën e Sigal Prishtinës që i realizoi 27 pikë në këtë çerek dhe e ndali yllin në 19. Nuk arritën Therandasi që të përgjigjen gjatë këtyre 10 minutave ase si gabimet të shumta, sidomos shumë topa të humbur 11-sësh në këto 30 minuta. Më të dalluarit tek Prishtina tashmë janë 4 lojtarë me pikë dyshifërore, 15 nga Bailey, 12 Autry, cili ka bërë edhe 8 asistime, 6 kërcime, performancë perfekte e tij, 11 pikë nga Burns, si dhe 10 tjera i ka shtuar Valmir Kakruki. Kthehemi pas pak me 10 minutën e fundit. Të një gëllydhe. Startojnë edhe 10 minutat e fundit kësaj përballjeje. Burns. Ka faul. Polushka du të rikthen topin në loj. Burns. Azimi 6 sekunda. Ariana Azimi tek Bailey, i cili tentoi me ngulitje të përfundon aksionin, por ndalet me personale. E shohim momentin kur Gzim Morina shkakton faul. 2 lira do t'jem për Bailey. 4-2 nga vija gjuajtjes së lirë. Nuk qëllon në tentimin e parë.
Edhe një mundësi Bailey që të eruan saktësi prej 50%, nuk qëllon topi në duart e Ariana Azimit. Do të gjuan për 3, Ariana Azimi realizon një trishe. Nuk e priti kërkush që të tenton nga ajo largësi e madhe, plus nuk ishte i vetmuar Hoffman në nënkosh, nuk qëllon, Don Polushka topin e merë. Koa faul, Arion Kastrati 51-67, vetëm se po fillohet emërsia e krye qytetasve. E shojmë edhe njerë të reshen e Arian Azimit para ti giganti Hoffman dhe qëlloj të reshen. Azimi, Don Polushka do të gjuan për 3, i do t'i shkurtër Lidh Shoshi dhe i larti në kërcim. Larry Thomas do të gjuan në anën tjetër, realizan Larry Thomas. 54-67. Polushka e ruan topin. Të Don Polushka. Mirka Kruki deri në fund nuk arrit të realizon Larry Thomas. Ellen, bukur, Ellen deri në fund. Me ndimën e ati bloku të Lidh Shoshit arrin të realizon 56-67. I duhet kjo përgraje e publikut perandasve. Kruki tek Polushka, Don Polushka. Jenë tentimi nga Burns. Do të ndëshkohet me teknike. Për atë veprim, Burns tensionohet situata teksa shohim realizimin e tij në sekondat e fundit. Nuk është e lejueshme që të bëhen këto lloj veprime nga lojtarët. Sa e shohim komunikimin e Burns me Bailey. Gzim Morina në vjen e gjuajtjes së lirë. E qëllon kapiteni. 57-69. 7 minuta e 47 sekonda deri në përfundim të kësaj përballjeje. Gjashtëmbëdhjetë ishte emërsia e krye qytetasve. Po e shohim ekipin vendas që po tenton të rikthehet. Vazhdon të takon topi skuadrës së Yllit. Burns me gjatë ka luajtur i fundit. Shohim edhe njerë. Arion Kastrati ishte duke hyrë në fush. Top i humbur i perandasve. Gjuan Ariana Azimi, airball i tij, Valmirka Kruki është shpëton top gjithsesi Bailey. MT Bailey, Don Polushka nga një largësi e madhe, Gjuan nuk pati zgjidhje tjetër, ishin vetëm edhe 2 sekonda. Teksa lizet atmosfera, nuk
e dhanë më të mirën sonte publiku, definitivisht i duhet për kraja yllit të bën diçka më tepër. Pasi po e shohim Prishtina që po e merr me njëherë kontrollin, vin pikët e Gzim Morinës për të shkrirë në 10 e përsin, plus 16 ishte. A do të arrin kësaj radhe Golden Eagle yllit të rikthehet plotësisht. Pasi në gjithë takimin i pati momentet e vetat, kemi tentim për treshe, Bailey nuk arrin të qëllon, Ariana Zemi është aty që ndaljet me personale nga Ellen. Anash, kësaj shojmë edhe njerë, ky është e momenti personales Ellen ndaj Ariana Zemit. E tentimi për 3, nuk është diqa i sakt të Burns. Pa faul. Që personalja e Bailey. Se shojmë gjyshtarin nga Nim Shabani teksa ja sqaron Bailey të duke që arsyën e asaj personale është ullur për të pushuar Burns, outrin i loj. Ellen gjuan për 3, nuk arrit të realizon Gzim, Morina është aty për të marrë kërcimin në sulm. Morina të Kastrati, Erion Kastrati gjuan për 3, nuk është i sakt. E marri topin krye qytetasit. Nuk arritën 2 raste të realizojnë vendasi që do ta shkrinin edhe më tepër e përsin. Erion Kastrati e vjedha top. Erion Kastrati deri në fund betet i shkurtër ka Kruki. Tjetë top i diskutojshëm. Shojmë Vim Strajnerin Andrit Ilshanin që pretendojnë që topi do t'i takojnë skuadrës së Golden Eagle yllit. E lusim regjin që të e kemi rishikimin e rajsit të fundit edhe njëherë. Gjyshtarët po e kërkojnë kohën të rishikohet. Atëherë u rishikua edhe njëherë, koha 14 sekunda do t'jenë në dispozicion, 59-69, 5 minuta e 18 sekunda deri në përfundim të kësaj përballjeje. Dhe
Topi do t'i takon skuadrës Golden Eagle Yllit. Ashtu si që edhe e kërkoj trajneri. Dritën Shani teksa nuk do të pranohet kjo trishë. Larry Thomas ka shkaktuar faul mësojnë gjatë atij bloku. Liz Shoshi mbetet 59-69. Ky është momenti personale së Shoshit ndaj Ariana Azemit. Autry. MT Autry. Kazimi. Bailey. Cili shkon deri në fund. Bailey realizon 59-71. Bashic. Si mi gabuar i ti. Teksa Zimorina shkakton personale. Tjetë treta e ti. Teksa është në bonus skuadra e Golden Eagle Yllit. Do t'jenë 2 të lira për Autry. Reese do t'jetë në lojë në vend të Zimorinës. Qëllon në tentimin e parë Autry. Pika e 13 e ti. Edhe njeri sakt. 14 pikë, 8 asistime, 6 kërcime, 3 topa të vjedhur nga Autry. 59-73. Thomas tek Allen. Deri në fund shkon Allen. Realizon nga gjysmë distanca. Pika e 11 e Allen. Tani më i dalluar i tek skuadra e Golden Eagle Yllit. Autry. Ka faul nga Erion Kastrati. Do t'jenë të lira. I shojmë edhe një herë momentin e faulit Erion Kastratit. Para prakisht i ngriti duart. Nuk qëllon Autry në tentimin e tij të parë. Po jas sharon nga Nim Shabani Kastratit. I sakt është në tentimin e tij të dytë. Autry. Teksa vim pikët në anën tjetër, Larry Thomas realizon 64-74. Juan Janjeva nuk është i sakt, por Bailey lufton për ato, gjithsesi Allen ka luajtur i fundit. Gjardi dhe kuadrë me 74, 3 minuta e 38 sekonda deri në përfundim të ndeshjes së parë të këtij edicioni. Si që dim do të luhet vetëm kjo gjiro e mbas deri me datën 18 nuk do të vazhdojnë me gjiron e dytë për Kredit Superliga për shkak të faktit që palestrat janë të nxëna. Përfundon koha, nuk do të pranohet ky realizim i Don Pollushkës.
Ramës. Kerion Kastrati, gjuan për 3, nuk është i sakt. Ariana Zemi merr top. Autry. John Polushka. Edhe njerë Autry. Autry nga gjysmë distanca. Ka faul nga Janjeva. Gjatë këtij momenti e ka shtyr shoshin dhe ka shkaktuar personale Muhamed Ali Janjeva. Ellen. Bukur Ellen, vetë deri në fund shkon. Soli aksioni ti. Lirë të kaloj Autryn dhe me ngulitje përfundon aksionin, shkrihet në 6-6 me 74 rezultati. 2 minuta e gjysmë deri në përfundim. Adel ke force, Golden Eagle Ylli. Bëj diçka më tepër, Janjeva gjuan për 3, nuk është i sakt, topi në duart e Ellen. Tashmë ka kërkuar timeout trajneri. Ailis Kakiusis, teksa gatrohet Ariana Zemi me top. Nuk e lejoj Ilis Shoshi që të shkoj në kundër Solma Zemin. Do të kemi timeout të cilin e kërkoj trajneri i Sigal Prishtinës, Kakiusis. Pasi tashmë skuadra e Golden Eagle Ylli gradualisht është afruar në rezultat 66 me 74. Janë 2 minuta lojë dhe nuk dëshiron trajneri Kakiusis të i kjo lojë nga duart. Shohim si do të përgjigjen tani lojtarët e tij, rikthehemi pas timeoutit. Autry. Bailey, deri në fund shkon Bailey, nuk arriti të realizon, por e shohim komunikimin e Ganim Shabanit me Fotis Takianos. Do të kemi timeout, isha duke dëgjuar komunikimin e Ganim Shabanit me trajnerin Fotis Takianos, teksa ja spjegoj se pse pranohen ato pikë. Me njëherë ka kërkuar timeout trajneri Takianos, 1 minutë e 55 sekunda, 66 me 74. Rikthehemi me njëherë pas timeoutit. E lusim regjin që të e kemi edhe njëherë aksionin e fundit për të e rishikuar kohën.
Shojmë edhe statistikat e Liz Shoshit. Tash më gjithë shka gati, një shojmë a do të arin yllit të rikthehet edhe më tepër në rezultat. Larry Thomas tek Allen, gjuan për 3, Allen realizon treshe. 69-76. Afrohen Ferandasit edhe më tej. Burns. Foul nga Reese. Dy të lira të tjenë për Burns. Qëllon Burns në tentimin e parë. Edhe të dytën e realizon. Edhe një tjetër time-out do ta kemi të kërkuar nga trajneri Fotis Takianos. Po tenton me çdo kusht trajneri grek që bën diçka më tepër me skuadrën e tij. 2 time-outa radhas i kërkoi 1 minutë 33 sekonda deri në përfundim. 69-78. Rian Kastrati tek Allen. Allen deri në fund shkon me faul. Ndalet, realizon, do tjetë edhe në vjen e gjuajtje së lirë. Edhe më tej shkrihet rezultati. Tashmë vetëm +7 skuadra e Sigal Prishtinës. Mund shkrihet edhe më tepër pasi Allen do tjetë edhe në vjen e gjuajtje së lirë. Po e shojmë edhe njerë gradualisht rikthimin e Ferandasve. Tentuan që gjithë takimi të rikthehen, por nuk arritën që të e marrin avantazhin. E shkrihen deri në 3 në fund të pjesës së parë rezultatin.
E do shojma do të arin kësaj radhe. 1:26. Deri në fund, Ellen vjen e gjuajtje së lirë. E qëllan edhe gjuajtje në lirë, 72-78, atë kemi dram. Shenë mbrojtjen tani të skuadrës Golden Eagle Yllit. Arin Prishtina të kalon gjysmën e fushës në kohë. Don Pollushkën. Burns nuk arrin të gjuan. Përfundojnë sekundat për skuadrën e Sigal Prishtinës. Tani gjërat po ecin mirë. Për vendasit 1 minutë deri në fund, 72-78. Gjatë gjithë takimit Prishtina e pati kontrolin, a do të arrin Ylli në fund të e marrë fitoren. Betë që shka e hapën, 72-78. Ellen për 3 pikë, realizon Ellen! Vetëm me naj, 75-78, të thash që shka është e hapur tani më. Don Pollushka tek Burns. DeAndre Burns. Edhe për të Burns e gjenë depërtimin deri në fund. Burns nuk realizon. Ellen ka topin sekundat e fundit të ndeshjes. Kastrati, Drake Rees dalet me personale. Rajneri Fotistakianus sinjalizon me duar që faul i qëllimshëm është. Jo sportiv në fakt. Kërkojnë challenge trajneri Fotistakianus. Do të rishikohet edhe një rasti i fundit. Nëse ishte faul i jo sportiv apo jo. Ata ruri shikua rasti, nuk është faul jo sportiv. 75-78, dëram në fund në 13 qershori në Therand, pavarësisht që Prishtina e pati e përsin deri në plus 16. Golden Eagle Ylli me një shpërthim fenomenal në fund të ndeshjes, 24-14 në këtë qerek. Rikthehet 75-78, 2 të lira për Rees. Nuk qëllon të parën Rees, betët i shkurtër. Shtat pikë të Rees sonte. Të rekërcime, shumë statistika të realizon të dytën, 76-78, 19 sekunda loj. Janjeva. Rees. Këpcen aty që të mos shkajna i pasim të Don Pollushka. 13 sekunda. Deri në përfundim, do të kemi tjetër time out. E shojmë edhe njerë momentin kur Rees luajti i fundit. E erdhi deri këtu tek tavolina jonë.
A do të arrin Ylli të bën diçka më tepër. 13 sekonda, 76-78. Do ta shohim pas këtij timeouti. Atëherë 13.3 deri në përfundim, 76-78 topi në pronësinë e skuadrës së Sigal Prishtinës. Altri të Kianjeva, ka faul. Personalja e Kastratit. Vjen në gjuajtjes së lirë është Muhamed Ali Anjeva. Kapiteni. Dy të lira mjaft të rëndësishme. Nuk e qëllon të paren Muhamed Ali Anjeva. 76-78 dram në 13 qëshorit të ndëruar shikues qysh në ndeshjen e parë hapse të këtij edicioni. Po filloj me dram, nuk e qëllën. Gjuajtjen e lirë kundër sulmi i Therandasve. Erion Kastrati ka topin sekondat e fundit. Erion Kastrati nuk arrin të realizon për të barazuar rezultatin. Sigal Prishtina arrin fitore në fund, dram e vërtet në 13 qershori. Ishte në përsipër 16 pikëve. Ekipi kryeqytetas megjithatë vendasit i ndezën turbinat në qerekun e 4, rikthehen në lojë, patën edhe mundësinë që kjo ndeshje të e dërgojnë në vazhdime, megjithatë nuk arriti të realizon Erion Kastrati në sulmin e fundit. 19 pikë nga Bejli që ishte më i dalluari tek kryeqytetasit, 10-8 nga loja, vetëm 2 herë ka huqur sonte. 15 pikë nga Altri, 15 nga Burns. Altri pati performancë të vërtet fantastike edhe me 8 asistime tjera, 6 kërcime, teksa 12 pikë erdhën nga Arjan Azimi e 10 tjera nga Valmir Kakruki. Në anën tjetër tek skuadra e Golden Eagle Yllit, më i dalluari ishte Allen, i cili shpërtheu në qerekun e 4, 22 pikë të tij, megjithatë të pamjaftueshme. Ajo ndihmua vetëm edhe nga Gzim Morina me 10 pikë e playmakeri Bashic, i cili gjithashtu i pati 10 pikë e i bëri edhe 6 asistime, 9 pikë tjera e 10 kërcime erdhën nga Liz Shoshi. Atëherë, për pak qaste të nderuar shikues, do të jemi edhe me intervistat. Atëherë jam këtu me kryetrajnerin e skuadrës së Sigal Prishtinës. Coach, you had the lead, you had the control of the game mostly, but yes. In the end... Game always finishes at the end. You cannot stop playing until the last second. We play against one of the best teams, in the league, especially away, first game for the league. It's very difficult because we have 2 misses with Dion and Dani. For us, it's very important players, plus one more foreigner that we're gonna see.
but we come from a European game. We have less time to prepare the game, but nothing. They play very good. They play very aggressive. We make some tactical mistakes because we finish the game with 11 turnovers. Away game, it's a very good number. And if we are more, focused and more calm on the free throws line, we don't put the game in the line the last second. Again, congratulations to coach. He make excellent job, but most of congratulations to my players because it's first time for them to play 2 games, per week. And we move on. We survive now, and we move on to the next one. Coach, it's just the beginning of the season, and what do you think that you should improve as a team during the time? A lot of things. Yeah. Right now, all the teams in Europe, around the world, the most important part is to win the games. It's not so important to play very good, wow, incredible, now perfect, but it's too early. We need to improve some tactical details because they try to understand my philosophy, they try to be all together. I think every time, every practice, every game, they are better and better and better. And that makes me happy because I know that they're going to give more. And the season is going to be really long. And if they work with the way that they work every practice, I'm not afraid of nothing, and I really trust them. Thank you very much, Coach. You're Good welcome. luck in that game. You're welcome. Atëherë ishim edhe me kryetrajnerin e skuadrës së Sigal Prishtinës, për përmbledhje shkurt atë se çka tha kemi luajtur kundër një nga skuadrat më të mira në ligë dhe ata luftuan shumë, megjithatë ne arritëm që të marrim këtë fitore, gabuam në disa momente taktikisht dhe I huqëm disa gjuajtje të lira, po t'i shënonim ato gjuajtje të lira, kjo gjë nuk do të ndodhte, nuk do të vinte puna pra deri aty ku erdhi, pra tha që ndeshja përfundon në sekondën e fundit dhe ne nuk duhej të dorëzoheshim dhe të vazhdonim të luanim. Gjithsesi I përgëzoj lojtarët e tij për paraqitjen dhe për këtë fitore, ndërsa e përgëzoj edhe trajnerin Fotis Takianos për gjithë punën dhe atë se çka bëri skuadra Golden Eagle Yllit në këtë përballje. Gjithashtu e pyeta se çka duhet përmirësoj skuadra dhe të bëjmë më mirë për të ardhmen, pasi është vetëm fillimi I sezonës, tha që shumë gjëra. Ne jemi duke u njoftuar në një farë mënyrë, tha, me skuadrën, tha që lojtarët po mundohen të kuptojnë filozofinë e lojës dhe në këto momente nuk është shumë e rëndësishme të luash një lojë shumë të bukur, por është e rëndësishme që ndeshja të fitohet. Për pak çaste do të jemi edhe me kryetrajnerin e skuadrës së Golden Eagle Yllit. Pranë me është edhe kryetrajneri I skuadrës së Golden Eagle Yllit, coach, even though Pristina was leading and they were up by 16, you came back. You really fight it till the end, but couldn't get the win in the end. Yes, there are 2 moments through the 40 minutes of the game that we stayed back on point differential and we were able to come back. It was not our main goal how to come back, it was how to set the tempo of the game, but we were not able. And according to reasons, first is we didn't control the defensive rebounding in our defensive end, and the second was like many mistakes, unforced turnovers that we made, and cost us the moment that we were ready to recover, cost us again to give back the point differential. We can keep that we fought till the last second and we had the chance to force the game into the overtime or even to win the game as we had the last possession. And as a new team we have to work harder and correct things that they are not working good right now. And what do you think, where are the main points that you have to correct things? I think it's the 2 topics that I mentioned before, defensive rebounding, and that's why our front line have size and strength, so we have to correct it. I mean, we can, but we have to correct it. And the other thing is unforced turnovers. I mean, we have not to give so easy the basketball to the opponents for them doing almost nothing, just hit the turnovers. Thank you, Coach, very much. Thank Good you. luck in Thank next game. you.
Atëherë ishim edhe me kryetrajnerin e skuadrës së Golden Eagle Yllit, Fotis Takianos, tha që me të vërtetë luftuam, megjithatë ishin 2 pika kryesore të cilat nuk shkuan mirë për skuadrën e Golden Eagle Yllit sonte, ishin kërcimet në mbrojtje dhe gjithashtu edhe topat e humbur. Këto janë edhe pikat kryesore të cilat duhet të përmirësohen tek skuadra e Golden Eagle Yllit. Megjithatë, tha nga kjo ndeshje të mbajmë si një moment mirë faktin që luftuam deri në fund, ndërsa kemi si skuadër kemi kohë që të përmirësohemi dhe t'i bëjmë gjërat më mirë. Kaq nga kjo ndeshje të nderuar shikues, unë juftoj që ju të vazhdoni me programin e pasur sportiv të ardhshëm nga Olimpiana Natën e Mirë.